si funksionon trading. Trading e para njerë nuk funksionon ashtu si që lozet live tek Aleksi. Ajo që lozet live tek Aleksi është tafti, bafti, i themi në nafshati im, nafshati Aleksi nuk e di, e quajnë shësh bëzh, ose zare, nuk e di se si e quajnë, po është tafti bafti a pjesë. Për sa i përket pasandaj, pjesës së telegramit që jepet ai sinjali, nuk kam lozur në njerë, nuk flas dot. Pra, nuk flas dot, sinqerisht, sepse është diçka që nuk është se kam lozur. Në momentin që do luaj, nëse do luaj dhe nëse do hap një llogari, më së shumti do jetë për të parë që a funksionon vërtet apo nuk funksionon. Dhe Aleksi ka thënë që duhet 1 muaj, kështu që jo nuk e provoj JB. Unë në datën 1 do i them dikujt të hyj te grupi, të regjistrohet, të bëj pagesën, të hyj aty dhe të ndjeki sinjalet. Pastaj, kur plotësohet muaj, do t'i them, ma tregoj çile adresën, po, në rregull, do ta paguajet personi. T'i them, do t'jap një rrogë mujore, do bësh këtë gjë. Çfarë thot ky zotëria? Aty nis me $500, me $500. E do t'i them, ndiq sinjalet e zotërisë nga Telegrami. Në qoftë se në fund të muajit del që humbet, unë do dalë këtu dhe do them, por e çuna, unë e bëra këtë gjë, por humbëm. Dhe ky është rezultati. Në qoftë se fiton, do them, ky është rezultati, kaq u fituan. O do gjej një person që është i ngeshëm çdo ditë, që mos të thonë pastaj jo miku sinjali, jo e kapi këtë sinjal, jo e kapi atë sinjal, jo po të kishte kapur dhe këtë, se nuk kapi këtë tjetrin. Pra do gjej një person që ta ketë punë ditore, nga ajo ora që hapet Telegrami, deri në orën që mbyllet Telegrami. Pra do ta bëj në një formë të tillë. Dhe nuk ka asgjë të keqe. Në fund të fundit, unë do them në fund të muajit që ky është ajo çfarë ndodhi me sinjalet që ne kemi marrë. Po u gënjeva unë ju, qenë unë i poshtë, unë do nxjerr këtu gjithë historikun. Unë do e nxjerr. Dhe do jetë vetëm një mënyrë dhe arsye pse do hyj. Në qoftë se pasandaj aty fitohet, atëherë dhe unë do të them, more çuna po, ikni ora, futuni, pse rrini kot. Në qoftë se aty del minus në fund të muajit, atëherë do them, o çuna po, dilet minus, o vlla, nuk dilet plus. Dhe nuk ka asgjë të keqe prapë se në fund fundit nuk do nxjerrim sekret shtetëror, në fund fundit nuk do gënjejmë njeri, në fund të fundit do flasim atë çfarë do ndodhi. Patjetër edhe atë raportimin e bëjmë ne në darkë, sa do mbyll. Edhe themi sot ka ndodhur kjo gjë. Dje ndodhi kjo gjë, pardje ndodhi kjo gjë tjetër. E çdo ditë me radhë. Nuk ka asnjë gjë të keqe, nuk besoj se na mërzitet njeri. Nuk besoj se do na mërzitet njeri, ti o meso il segui. Okej, Ana Maria, io ti seguo. Hajde të ndoqëm, knaqo dhe ti. Jo nuk doja blaj me tëre. Thjesht ore kod për fiksim. Kaq. Një pjesë ton fitohet, një pjesë ton nuk fitohet. Unë thjesht do e bëj provë. Ka që shumë e thjesht, besoj të jetë në një tip problemi. Vetëm duhet gjej dikë që mos të më thoj ndodhi kjo, ndodhi ajo. Vetëm do gjej dikë që mos më thoj në fillim ore në datë 1. Në datë 1 do e filloj, edhe në datë 1 do regjistrohet, në datë 1 do bëhet ndjekja e sinjalit të parë. Tha mira i shokut dhe të gjyqtarit TikTokut.
Jo, nuk është lojë e madhe, në datë 1 do hap ato dhe do filloj të ndjek sinjalet që hedh Aldo tek telegrami që reklamon Aleksi. Në datë 1 të muajit që vjen. Po punëtori ka lidhje me provën, thot, olla, punëtori do ndjeki sinjalet e Aldos, se ma bëj Allah se bëj përmes, nuk e njoh, po ndaj që ka përmendur Aleksi që ka përmendur Aldo. Sinjalet që japen tek telegrami. Pra punëtori do ndjeki sinjalet. Pra çdo ditë që do ketë sinjale, punëtori do bëj eksaktësisht çfarë thot personi aty tek telegrami. Pra ai që un do i them ke punë këtë muaj do bësh këtë, por do e provojmë autoluga. Do e provojmë dhe do ndjekim sinjalin, asnjë gjë tjetër. Unë për këtë gjë do gjej një djalë, një shok, një njeriu tim, do e punësoj ore, një muaj të merret me këtë punë. Të ndjeki sinjalet. E do e paguaj, do t'i them, valla po, ke 1.000 euro, ke 1.500 euro, Allah t'i keshti. Ke kaq lek rrog, që të merresh me këtë punë për dita. Të ndjeki sinjal dhe të bëj eksaktësisht çfarë i thot sinjali. Në fund të muajit, në qoftë se sinjali del pozitiv, unë ditën tjetër dal dhe them këtu eci, ka dal kaq plus. Ose do them, ka dal kaq minus. Në qoftë se del plus, unë për muaj tjetër do hap call center pastaj, do bëj 5 veta. E di them valla, ke kaq lekë këtë lloj pune. Edhe do ta provoj. Na 1.000 euro secili, na 1.500 euro rrog do hym me 12.500 euro minus. Shikojmë çfarë do bëjmë. Në krye të muajit me 5 veta, shikojmë çfarë do ndodhi. Në qoftë se unë dal minus me 5 persona që shtypin, ta keni sigurt që mbas muajit të dytë kjo del hapur që çfarë është. Dhe nuk ka asgjë të keqe. Besoj se edhe ata që merren me këtë punë, besoj se janë të kënaqur. Se në fundit, unë do jem një arsye plus që njerëzit të hyjnë në qoftë se aty fitohet. Në qoftë se aty nuk fitohet, atëre prapë s'kam se mërzitë, se do dali që nuk fitohet. Kështu që ky është plani im se çfarë kam unë ndërmend për të bërë. Pa i rëmë qafa s'kujt. Unë deri tani kam lozur vetëm një herë, ishim ortak me Aleksin. Dhe kemi fituar nga $1.800. Jo, me mua nuk kontakton dot njeri, për arsye sepse nuk dua të kontaktoj dhe ta lidh jetën private me TikTok. Qa fitimi ka ai që jep këto sinjalet? Me sa di unë, këta që japi sinjalet, apo këta që kanë këto që regjistrohesh nga linku i tyre apo diçka e tillë, këta kanë ato përqindjet që se sa luajnë adresat, nuk e di, komisione gjëra. Kështu që është mëse normale, është mëse drejt, që të kesh apo të marrësh ato komisionet, është mëse normale. O VIP News, është mëse normale marrin komisione, është mëse normale kjo pjesë, kjo është mëse normale. Por sot, po Xhelo, u thjesht do bëj këtë testin nëpërmjet këtyre që si funksionon. Sot ama kam parë në TikTok ajo që kemi ndëjtur në live, sot doli blofe e ngrëm të gjithë, nuk e di. Në ajo OBS. Sot kam parë shumë në live, se më dilin kur ja bëja kështu videove, më dilin vetëm nga këta që vendosin nga këto faqet. Edhe djetë doli blof, thot. O nuk e di, që ose ka dalë blof, dje blof sot, nuk e di.
Ama e tregon koha, ore, gjë një sekundë, këto gjëra maten me afatgjatësi. Në qoftë se në afatgjat rezulton që aty fitohet, normalisht njerëzit e vërtetojnë. Në qoftë se aty del që humbet lek, njerëzit do dalin, do thonë humba unë, do dalin me fytyrë. E do të vlla, unë futa humba. Ama nuk është pjesë e bigjozit, pjesa e bigjozit është bigjoz. Pjesa e bigjozit, që a shikoni ju në live, është bigjoza e që lozin çunat aty. Që një ditë u futa dhe unë. Kot për ta bërë si funksionon. Pra është bigjoz. Është tafti bafti kot. Duket që do iki lart, duket që do iki poshtë, duket që do iki lart, duket që do iki poshtë. E kupton? Kjo është pun fati. Kjo është bingo. E kuqe e zezë. Ama për pjesën për pjesën sa i përket asaj që hidhen sinjalet në Telegram, unë vetë personalisht nuk kam lozur asnjëherë dhe nuk flas dot pa lozur o vlla njerë, që them o vlla, ndoqja zotrin, po, humba. O vlla, bera çam tha zotria, po, humba o shok. Edhe po humba njerë, po humba dy herë, po humba tre herë, do dalë do them, o vlla, pore, unë kam humbur. Ta them unë, se unë po humba, unë tregoj. Jo, nuk kam turpun, se mos mendoni ju se do vito losun edhe kam turp për treguar, ore çuna. Mos e mendoni ju se do vete unë atje do lë lekë dhe do kem turpun për të thënë që unë humba lekë. Jo, unë do them që o çuna, unë vajta, bera ç'a më than humba. Sa humbe do thoni ju? Do të tregojnë të vërtetën. $500, 500, 1000, 2000. Edhe $500, po ti humbasësh se to tjetri futu se fiton e ti të humbasësh, janë shumër. Jo me po të humbasësh 1000, 1500, 2000, se ne flasim për ne që jemi allëgjinj, se këta milionerat, këta kanë shumë lekore, këta si kanë gjë këto. E kuptoni ja bëjore. Nuk kanë, është tjetër gjë kjo punë e këtyre. Këta janë bilionera, vlla, këta lozin na 5 milion euro. Ne nuk lozim do na 5 milion euro. Ne, aq kemi 500, 1000, 1500. Ama sot, unë kam parë në TikTok pa fund. Hapja atje bëhet me 500. U dhe qenove, bëndoti, të regjistrohesh atje ti. 500 është hapja atje. Ti hapin edhe 500 bonus, po duhet të ndjekër sinjalin, të bësh shatë tota i zotria. E bëndoti, se duhet të kesh koha ty për dita, duhet të jesh aktiv. Apo s'merr vesh fare. Ikëm të 5-7 më mirë të të. Një sinjal në ditë e ke. S'më del llogaria thot ky tjetri. E bëj unë thot. Se do të fusit e ty dhe do të flasësh mirë pasaj dhe ti do të thuash të fitojnë. Jo, vlla, jo. Jo. Unë po fitova. Them fitova, po humba, unë them humba. Këtë ta kemi të sigurt. Unë po fitova, them fitova çuna. Po humba, unë do të them kështu. Ja, dresa, kemi humbur. Ose ja, dresa, kemi fituar. Këtë diun, jo nuk loza diun. Unë loza parmbrem, dje bëra pushim. Unë loza parmbrem, kam qenë 3 ditë, besoj se mjaftueshëm, nuk ka pse të jem pjesë më e lojrave të fatit. Pash ditën e parë, loza ditën e dytë, ja futa vrapi ditën e tretë.
loza vetëm një ditën e dytë, fitova $1.800. Por, u a them prap, ishte tafti bafti, ore. Që ta dini ju të paktën që më kuptoni mua dhe më dëgjoni mua dhe keni besim tek unë. Pra ishte tafti bafti. Nuk është, jo, lek falas nuk t'jep njeri aty. Këtë ta keni të sigurt ju. Nuk të jep njeri lek falas, nuk ka lek falas aty. Aty s'ka lek për të gjithë. Aty do lënë ca që të fitojnë ca. Që ta kuptoni. Po, ajo që lozëm ne ishte e kuqe e zezë. Ty të lejnë me fitu, thot. Jo, vlla, po nuk më lënë do të mua të fitoj, ore. Që ta kuptoni ju. Se unë po fitova, do fitojnë nga lekët e marketit, nuk fitojnë nga lekët e personit, ore. Lekët i paguan marketi madh. E kupton, no? Nuk është se të paguan personi aty. Aty është gjithë bota. E kupton? Aty është gjithë bota. Ideja është që ku pas kanë qenë problemet, si pas Aleksit, që njerëzit lozin vetë. Pra, e jep sinjali zotëria të dhe njerë, po, e ndjekin sinjalin këta. Pastaj qa bëjnë? Futen lozin vetë, e provojnë fatin e kuqe e zezë. Aty digjen, aty nuk ma përgjithësi zotëria se jetë djegur tjere. Një avion ngrihet dhe koeficienti fitores rritet çdo sekondë, pastaj bie avioni. E ndoqëm 2 ditë dhe s'dori gjë. Kjo është për të dëshiruar. Po, Aleksi tha duhet mujore. I bërët kumargjinjë, thot. Ore, mujore, po nuk e pyet atë unë. Mujore na 500 në ditë? Apo mujore fut 500 tera në fillime? Që tim pas ka shpëtuar mua. Se mujore 500 në ditë, apo mujore 1000 në ditë. I bjet lëm leshnje. Për 30 ditë, 15.000. 1000 në ditë. Për 30 ditë, 30.000. Ore që do tha gjej, unë tha i do tha gjej. Po pse po më mundon? Pa ta pyesim një shok, po më merr në telefon se ka dëgjuar dhe ky di na këto trading. Ky di. Edhe regjistron bisedën ky. Ore, brother, po ku je o peshka qënë? Po qa po bënë dhe mi po pishka e mëndjes për kokë të plakët, Jemi live, o brother. Live drejt me dhe stroni, për zëmbete të va qarë po bënë atë kivja ullët. Imi njëre. Ore, ke këtu pa fund i nëzore numri, thot. I plasi kalamari babales. Plasi kalamari lëbër, dhuri profesori numri. Ate fudavaj. Po miro, gjusmi nëzora, nuk e nëzora gjitho, mos kime rap, o bravo. Mos e ditë gjithë, profesor. Po jo të gjitho, se po e panë gjithë, pastaj kot problemi. Duhet edhe një qik pa treguar, o vla që ti baj kuriositeti. Qa bëni? Përndani live-in të ashoni time ka 300 i qini i modrën, mos më rrini vërdava me këte këtë balidën e për barbona për kokë të plakës. Përndani pilafin për kokë të plakës. Për kokë të plakës e vla. Ta shti, babale. Ore. Po qa po bëhet o vla? Qa ke për të deklaruar për para publiku dhe njerëzve të cilët me zi presin të të shikojnë dhe me zi presin të kthesh prap në live? La live quna nuk the mos e kam shtuar shumë njerëz negativa në fare live e gjuna budolliqe të një vetë ju. Dhe kemi lanë profesorin për vetë në live, të vërëmi dhe profesorin. Ta shumë të se daloni njerëz vetë se kush janë, arikari, s'ka që të temën. Pra, ti po thua njerëzve që ti nuk thesh më në live në TikTok? Unë nuk the më në live. Po do kthesh apo jo vlla, se njerëzit duan ta dinë. Po jo,
zemër që do pëjmen live në burë. I përshëndes gjithë, edhe ata që më duan, ata që, ti që i motrë, më bërgjë profesor. Jo me të qiro, brother. I këtë më atë numëri tjetër, hajde në kësa minuta kam ati, prit. I thashe, jo këshu e për zgjongë. Nuk dhe gjanë në shkok fort. Ore tega, o leongër. Bëni të fala për i mjetët, po ku lexojni ju e vla ju kur komentoni gjithë. Komentoni një nga një ju, edhe i themi. E ka si në Shqipëri se doli të lajmet. Ja ta pyesim e vla, ja ta pyesim. Por jo, tego që e nushi. Sa vjeti ka ngell. Pse ore nuk e keni dëgjuar ore djema në për lajme qa flitet. Ore Jimmy, o baza. Dale tego, dale, po na mori prap. Do të fus, po s'mori prap. Babalja ka marrë 35 vjet. Ka dalë edhe në lajme. Dhe pritet që të ekstradohet për Shqipëri. Po 500 muaj, po 500 ditë që po thoni ju, o quna, po si s'kam pjotur Aleksin, me sa budget duhet të lozësh në një vit. Me sa budget duhet të lozësh një vit. O quna, ju që luani atje tek Telegrami, sa lek duhen e vlla për të luajtur? Që të arrish lojën mujore. Ore, në dakord 500 regjistrimi. Ore, minimalisht për të fituar 2-3 euro në muaj. Sa lek duhet të luash në ditë? Ore, kush luan, o vlla, që ndjek vetëm sinjalet, a ka ndonjë? Rezikon. O gjada. 2.700 lekë. Ore, kam seriosisht o. Do ta kesh për të folin $2.000. Me fjallë e nisme, duhet kesh $2.000 gjendje. Me gjitha dhe që ka bërë, Vetëm se me besim e të një varë nga tithët. Mi ka lekë, po se kuptove farë. Ore, që ta kuptoni ore, se po, qa pyetje po bëju? Ore, unë duat të luaj një muaj. Dhe mbas një muaj aty duket rezultati. Sa duhet të kem budgetun që të përballoj këtë muaj, se mund të nisi keq ky. E mund të fitojmë në fundi muajit. Kështu që sa duhet të kem në totalun që t'i futem këtij muajit? Ore, unë do los për fituar $2 deri në $3.000. Ka që duan, s'më duhem shumë mua. Mua më duhen $2-3.000. Nuk më duhet fitoj shumë. Ma që më talin mua. Pagoj makaronat, pagoj Red Bullat, pagoj edhe naftën e makinës. Bolli gamë. Një dyshe në muaj fitim duam. Nuk duam shumë. Por jam ekonomiku, në ju e dini kështu ore. Unë jam ekonomikëre. Jam 1.2. Nuk argjojun. Se mos e dini ju, thoni ju, se kjo argjon. Jo, qa thoni ju. Po socialin të paguan shpinë? Po, ma paguan socialin shpinë, nuk më duhen për shpinë. Uje drita po. Uje drita po, uje drita i paguaj vetë. Uje drita i paguaj vetë. Uje drita i paguaj vetë. Ontaria.
Po jo se ka dhe një misht atë, një misht nuk e di. Me kesh ky zoti qelare, valla, se shikoj do të me 300 veta. Po taksën e komunës aty. Edhe rrobat sociali, po sociali. Sociali. Uj drita, internetin e marri me wifi në komshia. Që e ke parazit TikToku. Po, re vlla. Po, 24 orë bëj TikTok. Fle 2-3 orë gjumë, edhe pas të ndaj qojmë edhe bëj TikTok. Fle edhe qojmë bëj TikTok. Këtë pun bëj olla, qa të bëj? Qa të bëj? E kemi bërë pun da një TikTokun, e kupton? Ne i bëni halalo, po e kemi bërë pun. E kemi bërë pun o quna. Ju rujtë zoti juve që na suportoni, që na ndihmoni, se jemi piktalit. Edhe pikërisht në momentin që njerëzit e kanë lënë si pun TikTokun, unë gjeta rastin, përfitova nga situata dhe ju futa TikTokut fuqishëm ta kthej në punë. Mbasi të gjithë u larguan dhe TikToku nuk ka kush ta punoj, tani ju do punoj TikTok. Nuk ka asgjë të keqe. Punë me mika. E keni punë me mik TikTokun, dhe mos të duket, ore, se mos e mendoni TikTokun ju se është një punë e vështirë, ore. O e bëhet shumë kollaj. E para njerë e bën kudo që t'jesh. Po do duash bën TikTok e në banjo. Ndaç me kamerë hapur, ndaç me kamerë mbyllur, bën TikTok. Në kafe, në shtëpi, në kuzhinë, sallon, dhom gjumi, makinë, por e bën ku duash. Mjafton që ti të kesh vullnetin e mirë për të punuar në TikTok. Edhe këto sociali. La glevisi tani apo më bondot. Po varet do qa mendje ka sot djali për shembull, e kupton? Varet qa mendje ka, valla, se unë nuk e di mendjen e djalit. Djali me 200 veta ka fallimentuar.